ekzistojnë faktorë të ndryshëm, duke filluar nga xhelozia e tepërt, duke filluar nga persona të cilët kanë probleme shëndetin mendor. Në aspektin njerëzor është e lëmshme kur dëgjojmë raste të shumta divorcit. Po fatkeqësisht po ekzistojnë disa faktorë të cilët po i shtyjnë njerëz drejt divorcit, mirë po para se me fol për divorcin, ndoshta është mirë me dhënë një mesazh sa i përket martesës. Martesa është institucion shoqëror. Martesa na rregullon jetën sociale. Martesa është përgjegjëse për brezat e ri që i lajm pas. Martesa është e shenjtë, martesa është kontratë. Ju lutem mos hyni në martesat interesit ose nga presioni social për shkak se duhet më martu. Duhet të ketë dashni, duhet të ketë respekt, edhe martesa është funksionale. Për ndryshe, do të kemë raste të tilla divorcit, të cilat sinqerisht unë nuk ndihem mirë kur shoh që çdo vit është duke u rritur numri i divorceve në Kosovë, sidomos Prizreni dhe Prishtina, si qytetet më të mëdha. Po, prin, për shkak se ndoshta edhe struktura etnike në Prizren dhe martesat e shumta të tilla mund të jenë edhe një shkaktar që ndoshta edhe ka ndeshje mes kulturave, dhe në këtë mënyrë pra Prizreni ka pri vazhdimisht si qyteti me mas shumë të divorce. A është kaq e lehtë me u divorcu? Apo na kemi fillu mi pranu kështu si krejt normale? Po realisht ka fillu edhe divorcit bëhet normalitet sot. Ekzistojnë faktorë të ndryshëm, duke fillu nga xhelozia e tepërt, duke fillu nga persona të cilët kanë probleme shëndetin mendor. Kemi fatkeqësisht që është shumë e shprehur tek ne është statusi socioekonomik, që është një prej faktorëve të divorcit. Fatkeqësisht ka edhe raste ku nuk ka edhe fëmijë çifti dhe divorci është si pasojë e thjesht ndoshta nuk po du me thonë, po më duhet me thonë që ndoshta gjithmonë lihet faji një femre e cila nuk mund bëj fëmijë, mirë po realisht edhe me statistika botërore del që gati 70% e rasteve të tilla faji është edhe tek meshkujt. Pra gjithmonë ekzistojnë disa arsye të cilat tek ne normalisht që dhuna në familje nuk tolerohet, edhe është e vetmja gjë të cilën unë edhe sugjeroj fatkeqësisht që kur ka dhunë në familje, qoftë fizike, qoftë psiqike, atëherë divorci është i pashmangshëm. Në të kundërtën kur kemi raste të tilla, kemi ndoshta xhelozit e teprume, sot rrjetet sociale fatkeqësisht janë edhe një prej arsyeve që ka divorc dhe ka mosmarrveshje për shkak ma bone like, ku nja bona follow, kush është ky person, pse, këtu janë krejt thjesht gjërat e cilat duhet të mos ngutemi, të presim, të këshillohemi me dikënd. Nuk bën me shku me njëherë direkt në divorc për gjërat e tilla. E thash, vetëm tek dhuna nuk tolerohet. Gjërat e tjera gjithmonë do të gjejmë zgjidhje. Pra edhe në këtë mënyrë edhe martesat e interesit janë ato të cilat kanë shtyrë në divorc. Për shkak se sot sot statusin socioekonomik mundesh me pas të ulët, po nesër mundesh me pas shumë të lartë, ose sot i ki të lartë të ulët. Për atë është e rëndësishme të ketë dashni. Po edhe martesat e hershme janë edhe një prej faktorëve të cilët shkaktojnë divorc, për shkak se çifti i ri hyn herët në martesë. Dhe në atë moment kur po vijnë problemet, nuk po din të ballafaqohet me probleme.